rasti bie tjetra Musharadinaj. Kjo është, mendoj që nuk është në rregull, nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë? Absolutisht nuk është e drejtë. Ata janë parti parlamentare. Ne po flasim për parti parlamentare. Nuk mund ta përjashtosh asnjë parti parlamentare nga negociatat, nga bisedimet. Ndoshta mund të jenë votat e AAK-s vendimtare nesër në një rrethana, nuk e di, ta zëm pas zgjedhjeve. Mund të jenë 6-7 vota tyre vendimtare. Nuk është, jo që s'është ferr, po s'është fare korrekte. Fakti që ata kanë kandidu liderin e vetë për president, kjo nuk i përjashton. Ajo është, jemi në demokraci. Nuk ka asgjë të keqe që një parti ta kandidoj liderin e vetë kryetar. Po kjo nuk do të thotë që vetë vendosja PDK-ja, LDK-ja duhet ta pranojnë, por jo ta përjashtojnë nga tavolina. Mund ta përjashtojnë, por i kanë përjashtuar 6 vota. Ta zëm 6 vota në kuvend. Ta zëm nëse zoti Kurti flet për 84-85 numra, ata do t'i bënd të lehtë me LDK-n dhe AAK-n madje edhe nëse ka brenda LDK-s të tillë që nuk përfilin zoti Abdizihu. Pra, vim prapë te situata kur duhen